Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1900 ndron jetë në infrashëri, poet dhe shkrimtar shqiptar, një nga përfaqësuesit më të shquar të rilindjes kombëtare dhe figura qendrore e letërsisë së rilindjes. 1935 përfundoni ashtu quajturi marshimi i gjatë i trupave komuniste kineze të udhëhequra nga Mao Zedong. 1944, generali i famshëm amerikan Douglas MacArthur mban premtimin se do të rikthehej si triumfator në Filipina. Në betejën e Leytes, trupat amerikane të udhëhequra nga MacArthuri do të zbarkonin në këtë ishull duke nisur kështu fushatën për çlirimin e tij. 1947, Komisioni mbi aktivitetin anti-amerikan fillon hetimin rreth infiltrimit komunist në Hollywood, duke rezultuar në një listë të zezë që pengoi disa aktorë, regjisorë, skenaristë të njohur për të punuar në industrinë e filmit për vite me radhë. 1961, Bashkimi Sovjetik teston për herë të parë një raketë balistike kontinentale të quajtur R-13 nga bordi i një nëndetëseje. 1968, Jacqueline Kennedy, e veja e presidentit të vrarë amerikan John Kennedy, vendos të martohet me biznesmenin e suksesshëm greko-amerikan Aristotile Onassis. 1973, u hap Sydney Opera House. 1979, u hap biblioteka John Kennedy në Boston, Massachusetts. 1980, Greqia hyri sërish në krahun ushtarak të NATO-s pasi Turqia hoqi veton e saj ndaj këtij vendi. 1982, gjatë një ndeshjeje futbolli për Kupën UEFA midis Spartakut të Moskës dhe Harlemit, do të vdisnin 66 tifozë rus. Tragjedia ndodhi në stadiumin Luzhniki të Moskës, ku me qindra tifoz vërshuan për të parë këtë ndeshje përtej kapaciteteve të këtij stadiumi. 1992, terroristët e PKK-s i zun rrugën një autobusi pasagjerësh në afërsi të fshatit Hazarsa në distriktin Solhan të rrethit jugor Bingol dhe martirizuan 19 persona. 2008, filloi në Stamboll gjykimi i 86 të dyshuarve, 46 prej të cilëve nën masën e arrestit në kuadër të operacionit Ergenekon, që pas tentativave të 17 deri më 25 dhjetor të 2013-s dhe asaj për grusht shtetit të 15 korrikut 2016, u zbulua të ishte një komplot i organizatës terroriste gyleniste FETÖ kundër Republikës së Turqisë. 2011, ekzekutohet me pushkatim në moshën 70 vjeçare diktatori ushtarak i Libisë, Muammar Gaddafi. Gaddafi do të qeveriste në mënyrë autoritariste shtetin afrikan verior për 4 vjet.